Po kjo kriza politike ka pas një ndikim shumë negativ në klimën e të bërit biznes. E para, kemi ngesë në reformat e brendshme, sidomos në reformat politika fiskale, në reformën e sistemit të arsimit, në reformën e sundimit të ligjit, në reformat në sistemin shëndetësor. Të gjitha këto janë, si më thoni, lloj parakushti për mu kriju një ambient i mirë të bërit biznes në Republikën e Kosovës. Më pas në planin e jashtëm, çdo investitor që vjen për me investu në Kosovë kërkon një siguri politike, kur thëmë siguri politike në kuptimin se sa është e qëndrueshme një qeveri në marrjen e vendimeve, në ndryshimin e ligjeve apo në sjelljen e ligjeve të reja, më pas o siguria juridike, se sa shpesh ndryshohen ligjet, sa ka konsultim me biznesin gjatë ndryshimit të atyre ligjeve, dhe vinë elementet e tjera. Kështu që ne nuk e kemi, kjo blokada politike ka sjell të gjitha këto që mos me pas një ambient të mirë të bërit biznes në Kosovë. Po deri më sot ne kemi mbi 50 milion. Ne si odë ekonomike që kemi dhënë, edhe pse flitet që shkon deri 100 milion, po duhet me prit prej Komisionit Evropian me pas sakt sa është vlera që Kosova i ka humbë, është e dhimbshme. Është e dhimbshme se Kosova ka nevojë për investime, ka nevojë për thithjet fondeve të ndryshme, jo vetëm nga plani i rritjes, por edhe nga fondet e tjera, dhe mos thithja këtyre fondeve që ju nda Kosovës, më pas mos bërja e reformave, se kjo ka impakt drejt për drejt, jo vetëm në integrimin ekonomik, por edhe në integrimin e arshëm evropian, dhe ngecja e Kosovës dhe ecja shteteve të tjera është e dhimbshme. Por ma shumë, këto mjete që ne pi humbëm, nuk i kthejmë Brukselit. Po këto mjete kam ju shku shteteve për rreth neve. Çka po bëjmë si Kosovë? Le që kemi stagnu vetën, nuk po zhvillojmë, po ju ndihmojmë shtete për rreth neve që të zhvillojnë me mjetet e tona. E kjo është e dhimbshme.